Dua ta lexoj këtë letër të Abraham Lincolnit në nder të gjithë mësuesve, profesorëve të atyre që bëjnë profesionin tuaj, edhe që kanë zgjedhur këtë mision në jetë. Mësuesi i nderuar, djali im sot po nis shkollën. Për një farë kohë gjithçka do të jetë e re dhe e çuditshme për të, dhe unë do doja që ju ta trajtoni me butësi. Ai do të mësoj se jo të gjithë njerëzit janë të drejtë. Jeni drejtor akademik i qendrës trajnimeve të ekselencës Virtus. Qendra Virtus është unike dhe avangard në Shqipëri për faktin se orienton dhe njëkohësisht guidon fëmijën dhe i tregon se cila është rruga e dur dhe mënyra se si duhet të mësoj. Juve çfarë do bënit për reformën arsimore në Shqipëri? Mos ta konsiderojnë arsimin si diçka që mund t'ju jap benefit për disa arritje të cilat janë të përkohshme, por që kanë një dëm shumë të madh për shoqërinë. Cili është ekuacioni ose koncepti matematikor më i bukur sipas jush profesor? Dua një teorem ose një ekuacion elegant, do ta quaja. X në fuqi n plus y në fuqi n baraz me z në fuqi n. Nëse do flisim me termat e matematikës, një formul për të arritur balancën e të qenit lumtur. Duhet të ketë ëndra dhe gjithmonë ti tregoj vetes, ti jeti motivuar që këto ëndra mund të bëj realitet. Në fakt, dashuri për juve, profesor, 1 + 1 sa bëjnë? Nëse jam ekonomist, mund t'ju them 1 + 1 mund bëjnë dhe 3, sepse është edhe TVSH-ja. Ndërsa Elketa në nivel spiritual do të thoshte 1 + 1 baraz infinit në dashuri. Mësojeni të ketë durim dhe besim tek vetja dhe të ecë me kokën lart në çdo situatë. Këto janë kërkesat e mia mësues. A mundeni ta ndihmoni? Shumë e bukur. Sot do të kem në këtë podcast të ftuar një matematicien të vërtet, një profesor matematike. Matematika ka qenë pasion për mua në vitet e para, jo dhe aq në vitet e fakultetit. Por me vullnet kam studiuar, po sa shumë kam studiuar dhe kam marrë dhe rezultat shumë të mirë në fund. Në gjeometri më mbahet mend mora 8, mora dhe provimin e algebrës dhe arrita që me thoma Mitron, që ishte një profesor shumë i vështirë, që e kishte frikë gjithë fakulteti të merrja jo vetëm një notë kaluese, por një notë shumë të mirë. Dhe i qëndrova gjithë jetën besnike kësaj ideje që duhet të studiosh edhe të djersisësh shumë që të arrish rezultate, dhe kujtoj gjithmonë profesorin. Kështu që është e pazakontë për mua sot, është shumë e veçantë që unë të kem nderin të intervistoj një personazh ndryshe nga gjithë të tjerët. Mirë se ke ardhur. Ju faleminderit për ftesën dhe ju uroj suksese në podcastin tuaj, edhe pse nuk e keni të nevojshme, pasi ju e keni këto suksese dhe i keni arritur dhe më herët, dhe jam i sigurt që do t'i arrin edhe në të ardhmen. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit, profesor, nuk do t'ju flas me ju sot. Ky podcast është pak më sportiv, edhe pse temat mund të jenë edhe të thella dhe filozofike dhe shumë serioze, po do t'ju drejtoj me ti, sepse vetë matematika vendos pak kufi, është kështu si shkencë ftohtë, dhe unë dua që këtu të flasim pak edhe për emocionet, të flasim pak edhe për ju si personazh, si një njerëz që ka bërë një rrugtim shumë interesant jetë për të arritur këtu në këtë status që keni, sepse jeni kryetar i shoqatës së matematicienëve në Shqipëri dhe gjithashtu jeni dhe lider i ekipit kombëtar që përfaqëson Shqipërinë në të gjitha olimpiadat kombëtare dhe ndërkombëtare të matematikës. Po, në disa olimpiada, pasi tashmë në 3-4 vitet e fundit ne kemi krijuar edhe një staf trajnuesit dhe njëkohësisht përfaqësues të denjtë të Shqipërisë, jo vetëm brenda vendit, po dhe jashtë, dhe ndajmë me ta edhe përfaqësimet në olimpiadat e matematikës, të cilat janë të paktën 5-6 olimpiada që janë më prestigjioset, siç janë olimpiadat ballkanike, dy olimpiadat ballkanike, olimpiada evropiane e femrave dhe njëkohësisht olimpiada ndërkombëtare matematikës ose olimpiada botërore që ne kemi shumë qejf ta themi të tillë, meqense është olimpiada më prestigjiose. Ju shkoni deri në Australi këtë vit apo jo? Po, këtë vit në Korik do të marrim pjesë me një ekip prej 6 nxënësish, të cilët janë nxënës kryesisht nga klasat e 10 dhe në klasat 12, të cilët janë produkt i 3 fazave të olimpiadës kombëtare të matematikës. Këtë të shtunë është bërë faza e 3 të olimpiadës dhe njëkohësisht një testi seleksionues që nxjerr 6 nxënësit me rezultatet më të mira që janë të denjë për të përfaqësuar Shqipërinë. Si zgjidhen këta nxënës? Domethënë, nëse fëmia i dikujt ka talent në matematikë, cili është rrugtimi, trajektoria që duhet ndjekë ai derisa të mbarijë në statusin e një studenti apo nxënësit të përveçëm që e meriton të jetë në një olimpiadë përtej Shqipërisë, sa të përfaqësoj vendin e tij? Atëherë, janë 3 faza të olimpiadës kombëtare që zhvillon Ministria e Arsimit. Faza e parë zhvillohet në shkollë.
faza e dytë është në nivel rajonal dhe faza e tretë është në nivel kombëtar. Mbas të 3 fazave kemi dhe një fazë suplementare që është selektimi i ekipit kombëtar, që mund të jetë 1, 2 ose 3 teste të nivelit të testeve ndërkombëtare, të cilat na japin 6 më të mirë për sa i përket olimpiadës ballkanike dhe botërore ose asaj ndërkombëtare, ose 4 rezultate më të mira për femra për pjesëmarrjen në olimpiadën evropiane të matematikës për femra që bëhet çdo prill. Janë të ndara sipas gjinive apo jo domosdoshmërisht? Statistikisht në olimpiadat e matematikës është vënë re që raporti midis pjesëmarrjes së femrave dhe meshkujve është në raportin 4-2 ose 5-1. Në favor të meshkujve. Kjo do të thotë që ne na u desh që të kemi një përfaqësim pak edhe një hapësirë më të madhe për femrat, sidomos për ato që janë në nivelin e klasës së 10 deri në klasën 12, që të kenë më shumë mundësi përfaqësimi dhe njëkohësisht promovimi. Sa kohë përpara përgatiten derisa shkojnë në një olimpiadë niveli ndërkombëtar dhe bëjnë një kurs të posaçëm, marrin orë leksionesh, si funksionon? Atëre ka programe me bazë vjetore, të cilat edhe në institucionin tonë në Virtus ne i zhvillojmë gjatë gjithë vitit akademik, të cilat janë të përshtatura kryesisht për 3 fazat e para të olimpiadës kombëtare, të cilat fillojnë qysh në nëntor dhe mbarojnë në shkurt, pra në muajin që edhe aktualisht ne jemi, dhe në fazën e dytë pastaj, ata të cilët kanë rezultate më të mira dhe kanë shanse për të marrë pjesë në testin seleksionues i cili i mundson pjesëmarrjen në olimpiadën ndërkombëtare, ne mundohemi të rrisim nivelin dhe ta dedikojmë ose ta programojmë pikërisht për nivelin e vështirësisë së testeve ose të pyetjeve problemave ta do ndeshin në olimpiadat ndërkombëtare. Jeni drejtor akademik i qendrës trajnimeve të ekselencës Virtus. Dhe juve këtu ofroni mbështetje për këta talente që ata të shkëlqejnë në nivelin tjetër apo jo? Edhe vetë emri i qendrës, që është një qendër e ekselencës, fillimisht ka pasur në fokus pikërisht këto nxënës të talentuar, ndryshe ne themi edhe kurse për gjeni, dhe pastaj për ta masivizuar ose për ta bërë të aksesueshme edhe për nxënës të tjerë, e kemi shtrirë fokusin edhe për nxënësit të cilët duan të kenë rezultate të larta në studimet e tyre në nivelin e mesëm, arsimit të mesëm dhe arsimit të mesëm të lartë, në mënyrë që të krijojnë mundësi për të arritur objektivat e tyre që janë studimet universitare dhe jo vetëm. Profesor Adrian Nacho, dua të di se si ndjeni juve nga auditori studentëve në universitet këtu në një studio gjysmë radiofonike dhe gjysmë televizive. Si po ju duket ky mjedis? Në këtë moment jam në rolin e një studenti që jam duke më marrë në pyetje, kështu që mundohem të kuptoj edhe studentin kur ne mundohemi ta marrim në pyetje dhe të përballet me sfidat, të cilat nuk janë kaq të lehta kur kemi të bëjmë me matematikën. Kemi të dy këtë ndjesi, se unë jam tani plotësisht studente përpara një profesori dhe kam një impenjim tjetër. Jam kështu si më e mobilizuar që të bëj një intervistë të mirë dhe kam një kështu si emocionesh, ajo distanca që ka gjithmonë studenti me profesorin. Për mua profesori është një figurë shumë e nderuar gjithmonë. Domethënë dhe kur ka simpati mes palësh, se jo gjithmonë ndodh, është ajo kimia e munguar ndonjëherë që ndodh midis studentët edhe profesorit, edhe ka dhe profesorë ose mësues që gjatë jetës edhe nuk na kanë pëlqyer. Për mua gjithmonë figura e një profesori ka qenë një figurë shumë e nderuar. Edhe ja them gjithmonë fëmijëve të mi kur kanë ndonjë pretendim që asnjëherë mos harroni që janë njerëzit më të rëndësishëm që edukojnë edhe përgatisin breza. Domethënë unë përpara autoritetit të dijes përulem, e kam shumë të rëndësishme këtë. Edhe nuk arritu ta konceptoj se si brezat për shembull e kanë këtë mungesën e respektit në drejtim të etikës të munguar. Si edukohet në familje apo është problemi vetë institucionit që nuk din ta nderojnë ashtu siç duhet figurën e profesorit? Keni shumë të drejtë. Sa po shkojmë edhe ka rënë disi respekti, po kjo ka të bëjë edhe me rënien e sistemit arsimor në Shqipëri, e cila reflektohet edhe tek respekti që
duhet kemi tek mësuesi. Shiko, deri tek adoleshenca do kisha mirëkuptim, edhe do thoja që ajo fortuna hormonale që ndodh e bën të palogjikshëm nxënësit në atë moshë dhe duhet një punë shumë fish me madhe si në familje ashtu dhe në institucion. Po në auditoret e universiteteve është gati e papranueshme për mua që mos jetë kjo përulje fisnike ndaj institucionit të profesorit, ndaj figurës së profesorit. Është shqetësuese mënyra se si shihet këtu profesori. Unë jap mësim në lëndën e algebrës dhe të gjeometrisë në vitin e parë në degën e inxhinierisë elektronike dhe informatike. Dhe mund të them që janë degë në të cilët kemi studentët ekselent, nga studentët më të mirë, sepse janë dhe degë shumë të kërkueshme. Dhe mund të them që janë eksperienca unike që unë kam. Ne kemi një auditor prej deri në 150 studentësh, të cilët janë shumë të vëmendshëm dhe më respektojnë. Mund t'ju them që qyshorën e parë kur unë bëj prezantimin me ta, ju shpjegoj që në këtë sallë ju jeni më të rëndësishëm se profesori ose pedagogu, se profesori është titull, pasi ne jemi këtu sepse jeni ju dhe ne jemi këtu që t'ju shërbejmë. Dhe duhet kemi atë thjeshtësinë dhe të pranojmë që edhe studenti ka një farë rebelizmi dhe ky është një lajm shumë i mirë, sepse nesër kjo gjenerat do ndryshoj botën, pra do të bëj edhe kapërcimin ose rebelimin ose revolucionin e gjeneratës që vjen. Pavarësisht sepse janë në një moshë që nuk janë shumë të maturuar, po kjo është diçka normale të cilën edhe ne duhet ta pranojmë. Unë kam pasur përvojën dhe fatin që të jem në shumë olimpiada dhe në disa aktivitete ndërkombëtare çdo vit, dhe mund t'ju them që kam pas fatin që të jem në kontakt me mendjet më të ndritura të matematikës. Dhe kam vënë re që nëse në jetën e përditshme ne përdorim një mund të themi një si matematikan themi që çdo gjë është në përpjestim të drejtë, që do të thotë sa më shumë ti jesh i ditur, aq edhe duhet të madhësh që ti flasësh tjetrit, pra është një figurë të cilën duhet të mendosh shumë herë që ti flasësh. Unë kam vënë re që kjo është në përpjestim të drejtë për sa i takon edhe si fenomeni matematikës, që do të thotë sa më shumë mendje të ndritura të jenë, aq më të thjeshtë janë dhe aq më të prirur të komunikojnë dhe t'ju ndihmojnë ju për çdo problem që mund të keni. Kështu që jam me fat dhe këtë thjeshtësi ose këtë disproporcion midis lartësisë si një figure ose një kapaciteti shumë të lartë intelektual dhe thjeshtësisë së tij janë gjëra të cilat duhet karakterizojnë një profesor ose një pedagog ose një mësues. Dhe unë jam gjithmonë fans i këtij perceptimi ose këtij mentaliteti. Unë jam kështu një lloj studenti gjigant që po pëlqen gjithë jetën të studioj dhe kam këtë idenë që është shumë bukur filozofia e zjarrit që vetëm rritet edhe flakron, nuk fiket asnjëherë në sensin e dijes, edhe kam patur ëndër që të shkoj në Harvard, në një nga universitetet e mira të botës. Atëherë kur ishte koha për ta bërë këtë gjë, nuk isha as kohën, as mundësitë, as mbasëmjetet financiare. Pastaj u bëra nën shumë e re dhe do të përfundoja këtu fakultetin e ekonomisë. Un kam përfunduar studimet për administrim biznesi. Edhe erdhi një moment që thash do shoh një nga programet e shkurtra që bëhen për ta prekur nga afër frymëzimin që t'jep të mësuarit në atë institucion. Dhe isha me dikë që po më shoqëronte me një drejtore programi shumë të nderuar aty, e cila më bëri një tur, edhe po flisnim për figurën e profesorit, që është një institucion shumë i rëndësishëm vetvete në Amerikë, në universitetet të këtij kalibri, po dhe kudo në fakt. Kjo është kulturë qytetare. Edhe po më thoshte që alketa janë të paprekshëm, domethënë këtu profesorët janë vërtet njerëz shumë të nderuar. Është shumë e vështirë që ta takosh drejtuesen e programit ku do të studiosh. Ata bëhen shumë miq kur ti je një student i mirë, kur ti je brenda programit, por janë një figurë autoritare absolute. Absolutisht janë të disponueshëm dhe dihet nuk i kanë monopol për vetveten, po i ndajnë me të tjerë. Kjo patjetër. Dhe ky është misioni i tyre në jetë. Pastaj flasim dhe për institucionet të cilat janë unike dhe avangarde në gjithë botën, që do të thotë që nuk kanë mundësinë që të harxojnë kohën, po e them harxojnë thonjza, sepse duhet që edhe koha e tyre, ju e dini që matet koha dhe duhet jetë shumë produktive. Kështu që ka edhe disa filtra të cilat duhet i kalosh në mënyrë që të kesh mundësi të kontaktosh me ta. Kam 2 letra në fakt që i ruaj diku. Njëra është letra e Abraham Lincoln, drejtuar mësuesit të djalit të tij, dhe tjetra është letra e Einsteinit dedikuar vajzës së tij ku ai flet për dashurinë si një forcë që nuk është gjetur shpjegimi.
dua ta lexoj këtë letër të Abraham Lincolnit në nder të gjithë mësuesve, profesorëve të atyre që bëjnë profesionin tuaj, edhe që kanë zgjedhur këtë mision në jetë. Siç sa ju në para intervistën tonë të zbulojnë dhe mbështesin talent apo jo. Po. Mësuesi nderuar, djali im sot po nis shkollën. Për një farë kohë gjithçka do të jetë e re dhe e çuditshme për të, dhe unë do doja që ju ta trajtoni me butësi. Ai do të mësoj se jo të gjithë njerëzit janë të drejtë. Jo të gjithë janë aq të sinqertë, por ju lutem mësojeni atë që për çdo maskara ka një hero dhe që për çdo politikan egoist ka një lider të përkushtuar. Mësojeni atë që për çdo armik ka një mik, dhe që më shumë vlen një monedhe fituar me ndershmëri se sa një thes me para të gjetura. Mësojeni të humbas me dinjitet dhe të fitoj me modesti. Mësojeni të mos ketë zili ata që fitojnë me hile dhe të mos besoj që gjërat që duken shumë të lehta janë të arritshme. Mësojeni të qesh kur është i trishtuar dhe të kuptoj se ndonjëherë është më i nderuar të dështosh se sa të fitosh pa dinjitet. Mësojeni të mos dëgjoj ata që vetëm bërtasin dhe të dëgjojnë me kujdes ata që kanë diçka për të thënë. Mësojeni të shes talentin dhe mendjen e tij, por kur të mos e shes shpirtin e tij. Mësojeni të ketë besim në veten e tij edhe kur gjithë bota dyshon tek ai. Mësojeni të jeti mirë me të mirët dhe i ashpër me të padrejtët. Dhe mbi të gjitha, mësojeni të ketë durim dhe besim tek vetja dhe të ecë me kokën lart në çdo situatë. Këto janë kërkesat e mia mësues. A mundeni ta ndihmoni? Ju falenderoj shumë sepse edhe mësuesit, edhe pse kanë një datë të shënuar në çdo vit që e festojnë, po jemi dhe në vigjilje të saj, kështu që është shumë, si më thënë, relevante dhe ju falenderoj për këtë. Ndërkohë kemi folur së bashku në kafen ton të parë se sa fantastike është për dikë që merr pjesë në një olimpiadë për të integruar veten e tij në sistemet më të mira të fakulteteve dhe shkollave më të mira botërore. Dhe kemi rastin e disa shqiptarëve të cilët kanë arritur rezultate fantastike. Unë ju pyeta dhe ju thash, në fakt, cili është avantazhi një studenti që shkëlqen në një olimpiadë? Pse do të marrë pjesë një student në një olimpiadë? Të studiojë edhe orë leksionesh të tjera për të marrë pjesë dhe për t'ia dalë. Për çfarë shërben në fakt? Shiko, rrugtimi i përgatitjes se një nxënësi për olimpiadën është i ndryshëm nga rrugtimi që i përgatitjes për të arritur një objektiv, për të shkuar në shkollën e lartë ose në studimet universitare në një deg që e ka vendosur si objektiv. Besoj që olimpiada nuk vlen për të kënaqur thjesht pasionin apo një ego që ti ke për të dalë në një garë i mirë, edhe në një nivel tjetër. Besoj që shërben apo jo. Edhe për më shumë. Dalja mirë ose arritja e një rezultati në një garë është një objektiv afat shkurtër ose afat mesëm. Duhet synojmë gjithmonë për objektivat afat gjatë. Por ajo çka është e rëndësishme është që një nxënës që merr përgatitje për olimpiadat e matematikës, mund t'ju them që ka një dimension më tepër se sa një nxënës që merr një formim të përgjithshëm në edukimin në sistemin arsimor, dhe kjo i shërben atij në mënyrë që nesër për zgjidhjen e çdo problemi, qoftë edhe të një problemi të natyrës përditshme, të ketë një qasje më racionale ose një këndvështrim që e çon më lehtë dhe më afër ose më shpejt drejt zgjidhjes së një problemi. Dhe kjo është diçka që ai e kupton kur e ndërmerr një rrugë të tillë. Cilët janë 3 studentë që janë krenaria juaj, profesor, që sot studiojnë në universitete prestigjioze dhe kanë marrë bursa dhe kanë qenë të mirëpritur? Do doja që të përshëndesja edhe njëkohësisht të ndihesha krenar jo vetëm për disa, për 1, 2, 3, po për shumë nxënës të cilët më vonë kanë qenë student në universitetet më prestigjioze dhe elitare, siç është edhe Harvardi që ju përmendët pak më herët. Mund t'ju them që në Harvard, po sidomos në MIT, që është Massachusetts Information Technology, është një nga universitetet avangard për sa i përket teknologjisë, qysh në vitin 2014, vit në të cilin unë jam marrë më intensivisht me përgatitjen për olimpiadë, për brezat e rinj, mund t'ju them që kanë shkuar dhe janë pranuar aty më shumë se 12-13 nxënës, dhe ajo që ka shumë e rëndësishme është që secili prej tyre është pranuar me bursë të plot ose pothuajse me bursë të plot e nivelit $200,000 për 3 vitet e studimeve të nivelin e bachelorit. Ne për shembull kemi pas edhe një fond ekselence që mund të ishte i rendit 1,5 milion ose 2 milion euro për gjithë nxënësit e një viti, ndërkohë që vetëm një student ose këta 10 student i kanë dhënë një fond ekselence vjetor ose 2 vjeçar vetëm nga arritjet e tyre që kanë pasur
në olimpiadat e matematikës dhe njëkohësisht çmimet dhe arritjet që kanë marrë dhe rezultatet shumë të mira aty. Vinë tek Qendra Virtus ata, vinë atje për të thënë? Qendra Virtus ka disa vite që mbështet ekipin kombëtar dhe shoqatën shqiptare e matematikës, jo vetëm duke sponsorizuar, po duke siguruar dhe logjistikën dhe kapacitetet dhe hapësirat e nevojshme për trajnimin e ekipit dhe njëkohësisht për zhvillimin e disa olimpiadave ndërkombëtare, po të cilat zhvillohen në Shqipëri. Juve si profesor kur ballafaqoheni me kopjet dhe tentativat dhe përpjekjet e studentëve për t'i rënë shkurt, tani teknologjia jam shumë i prerë. E konkuron vëmendjen e profesorëve që duan të jenë vigjilentë dhe se falin këtë gabim. Çfarë ndodh? Jam shumë i prerë, sepse duhet të jemi tillë se kjo është në dobi të studentëve. Dhe ky është një mësim shumë i mirë për t'u treguar atyre që nuk mund të përdorin metoda të cilat nuk përfaqësojnë dijet e tyre, sepse mund të krijojnë iluzionin tek ta, siç ata përdoren kopjet, pa mësuar, nesër mund përdorin të njëjtën gjë edhe për të arritur objektiva të tjerë në jetë, e cila nuk është e mundshme. Po konkurrencë e madhe u bëhet me aplikacionet e inteligjencës artificiale, jo në drejtim të kopjes banale, kopjes zhgaravisim tavolinën, e kam bërë dhe unë këtë punë kur isha në studente. Kam patur 2 metoda kopje në kohët e fakultetit. Njëra ishte që shkruaja ndonjë formulë që s'mbaja mend në tavolinë, tjetra ishte shkruaja ndonjë formulë në dorë, dhe e treta me të cilën më kanë kapur ishte një letër e vogël e bardhë, isha në provimin e investimeve, mësuesja më kapi, unë humba provimin, po në investime isha shumë e mirë gjatë jetës në praktik, po mund t'ju them që mund të jetë një dobësi e sistemit tonë arsimor, nëse do të shihni sistemin arsimor për shembull në Angli, në të cilin ne jemi mbështetur në reformën arsimore që është bërë para rreth 8 vjetësh këtu, një nxënës ka një flet formulash të cilat janë bazike, me të cilat ai mund të ballafaqohet gjatë shpërndimit të testit, dhe kjo nuk është diçka që ne duhet ta privojmë studentin ose nxënësin nga si më thon konsultimi këtyre formulave. Po faleminderit shumë profesor, faleminderit na dhat një ndihmë, sa mirë do ishte të integrojë kjo në sistemin e dhënies provimeve. Për mua më rëndësishme është që një nxënës ose një student të di ta përdorë një formulë në momentin dhe në kohën e dur, dhe në vendin e dur. Kjo më duaj mua profesor, se unë nuk jam pro kopjes. Kjo më duaj vetëm që të mbaja mend se memorien se kam patur asnjëherë të mirë të numrave të datave, shumë problem dhe në histori, edhe në matematikë. Doja vetëm të kisha formulën se logjikën e zgjidhjes se kisha të qartë, po formulat nuk i mbaja mirë mend. Kur kam qenë student jashtë shtetit, kam zhvilluar një master jashtë dhe kam pas një lëndë që quhej algebra applied algebra zbatuar. Dhe mbasi mbaruam kursin, dhe jam vlerësuar dhe me notën 9, jo 10, dhe kur kemi mbaruar ciklin ose kursin, kemi pyetur profesorin, çfarë të bëjmë tash? Do ta mini librin, do ta vendosni në bibliotek dhe mund ta zër pluri, nga që nuk e përdorin në vite. Atëherë pse kemi bërë këtë kurs, e pyetëm, më tha që në momentin që do ju duhet diçka që ka lidhje me këtë lëndë, të dini të orientoheni dhe ta gjeni sa më shpejt dhe ta përdorni në mënyrë që të mos humbisni shumë kohë dhe njëkohësisht të rifitoni edhe një herë ato reflekset ose dijet në mënyrë të menjëhershme. Besoj që ju matematikën e shikoni kudo, apo jo? Unë e shikoj kudo, ose ne e shikojmë kudo, po kjo s'do të thotë që nuk shohim dhe shumë gjëra të tjera përveç matematikës. Do t'ju pyes, po ende nuk jam aty. Jam tek Qendra Virtus tani, edhe dua të di si u gjendët ju në këtë qendër të trajnimit të ekselencës, çfarë ofroni aty? Është një ndihmë shumë e bukur për nxënësit që ato ekstra orët për të ditur më shumë, për studiuar më shumë dhe për të kaluar në nivelin tjetër, ti marrin në qendrën tuaj. Ne mendojmë që Qendra Virtus është unike dhe avangard në Shqipëri për faktin se nuk përshtat një program sipas nevojave të një nxënësi ose të një nxënësie. Nuk dua të jem egoist këtu, por orienton dhe njëkohësisht guidon fëmijën dhe i tregon se cila është rruga e dur dhe mënyra se si duhet të mësoj, si duhet edukohet, cilat janë njohurit dhe si duhet të realizoj këtë në mënyrë që të arrijë objektivat afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. Kur vjen një nxënës ose një prindër së bashku me fëmijën e vet në Virtus, gjëja e parë që na intereson të dimë është cili është objektivi i fëmijës. Dhe duam që të japim këshillin e dur, të marrim një informacion dhe të japim informacionin e dur në mënyrë që të jenë të orientuar jo vetëm për atë çka ata kanë nevojë, por që të kenë një qasje tredimensionale, e dyta
shumë prindër edhe fëmijët duan që të bëjnë një skanim të njohurive ose të nivelit të tyre, dhe kjo është ajo çka ne ofrojmë, që është edhe testi diagnostifikues ose testi identifikues, mund ta themi ndryshe, që bën një skanim të njohurive ose të nivelit të fëmijës. Natyrisht që nuk është 100% i saktë, por është shumë indikativ për t'ju dhënë atyre një feedback dhe njëkohësisht për të orientuar edhe ne për të dhënë sugjerime dhe për të përgatitur programin e dur për ta. Në Virtus kemi programe 2 vjeçare për klasën e 9 dhe për klasën e 10 dhe njëkohësisht për maturën, që është cikël 2 vjeçar, dhe ne jemi mbështetur për këtë natyrisht në kurrikulën angleze, mbi të cilën është mbështetur edhe arsimi jon, sistemi jon arsimor, dhe këto programe zhvillohen në bazë vjetore, që janë për klasën e 9 dhe të 10 60 seanca në vit, për 2 vjet 120, kurse për klasën e 11 dhe 12 80 seanca, pothuajse është 2 herë në javë, dhe shtrihen nga periudha e shtatorit ose tetorit deri në fund të majit ose të qershorit, në varësi edhe të mundësisë që kanë nxënësit për të. Keni kritere për të përzgjedhur nxënësit apo të gjithë kanë të drejtën të vinë aty? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Atë çka doja edhe në vijim është që ne kemi në vizionin ton këto grupe i kemi ideuar që të jenë nga 4 deri në 6 nxënës, që të kenë mundësi të ketë një afërsi të backgroundit të tyre dhe njëkohësisht mos krijojmë diferencime brenda një grupi. Në momentin që krijohet një grup prej më shumë se 6 nxënësit, ne ndërtojmë një grup tjetër dhe aty kemi mundësinë që nxënës të cilët kanë shpejtësi të ndryshme ose që kanë nivel të ndryshëm ekselence, të kemi mundësi të japim programin e dur. Përveç këtyre programeve vjetore, kemi dhe programe për nxënësit e ekselencës, të cilët i kalojnë pak caqet e nivelit të përgjithshëm që duhet për objektivat e tyre. Ekzistojnë programe të cilat ndihmojnë talentin kur ai ka pamundësi financiare për të përballuar një kurs, po është ekselent në shkollë dhe ka nevojë për punë ekstra, orë ekstra për të arritur një rezultat dhe më të mirë dhe më të lartë. Keni juve programe të kësaj natyre? Një nga kërkesat që ka edhe programi 2 vjeçar i klasës 9 dhe 10 dhe 11-12, sidomos në shkencat të tilla siç është biologjia, kimia dhe fizike, kërkojnë edhe zhvillimin e mësimit dhe njëkohësisht të praktikave laboratore në laboratoret e kimisë, të biologjisë dhe të fizikës, të cilat ne mendojmë që i kemi të plota dhe njëkohësisht aty mund zhvillojnë të gjithë laboratoret dhe kemi të gjitha mjetat e nevojshme që një nxënës jo vetëm ta mësoj në nivel teorik, po të ketë mundësi edhe të performojë dhe të ketë mundësi të prek me dorë, si më thënë, dhe të bëj eksperimentet që do t'i duhen për të kuptuar sa më mirë këto lëndë që janë të karakterit aplikativ. Si zgjidhen mësuesit në qendrën tuaj? Kemi tentuar gjithmonë, sidomos në fillimet tona, që të na bashkojnë në Virtus ata që janë mësuesit më ekselent, dhe ajo që ka diktuar edhe përgatitja për programet, sidomos mbështetur në programin anglez, në programin zvicerian, na ka diktuar dhe nevojën që të afrojmë edhe shumë pedagog, të cilët kanë një kompetencë shumë të lartë akademike dhe është më se nevojshme për të kaluar atë handicapin që kemi midis një mësuesi i cili përgatitet ose ka vite që jep mësim dhe përvojë në sistemin e arsimit të mesëm dhe të ulët dhe të mesëm të lartë, dhe në mënyrë të natyrshme krijon atë lidhjen midis nevojave që ai ka nga gjimnazi, po themi, ose shkolla e mesme, me atë çka ai do të prezantohet në studimet universitare. Kurrikulat e studimit orientohen nga cili sistem akademik? Natyrisht që një nga arsyet që edhe qendra Virtus është hapur dhe operon është për të plotësuar atë boshllëkun që ekziston midis njohurive që merren në sistemin e mesëm me atë që duhet për të përballuar presionin e vitit të parë, sidomos të lëndet bazike në studimet universitare. Dhe nuk ka pse të fshihemi, por të implementojmë disa nga kurrikulat më prestigjioze dhe më të konsoliduara sot, siç është ajo e kurrikula britanike, mbi të cilët, siç thash edhe më herët, është mbështetur sistemi jon arsimor, por edhe njëkohësisht International Baccalaureate, që është sistemi zvicerian, dhe njëkohësisht Advanced Placement dhe ose ajo që thuhet ndryshe dhe
programi amerikan. Ne kemi bërë një mix, një program mbështetur mbi këto 3 programe dhe mendojmë që në fund të 2 vjeçarit, sidomos të klasës 11 dhe 12, në Virtus një nxënës në masën 90% është gati për të përballur këto sfida që i duhen për eliminimin ose për, si me thënë, të përballur me presionin që do ketë sidomos në vitin e parë të shkollës së lartë, ku ka dhe presionin e përshtatjes. Çfarë bën profesor Adrian Nacho në këtë qendër për të përsosur standardin e asaj që mungon në arsimin publik në Shqipëri sot? Ja, më e rëndësishme është të ndërtojmë një program që t'i përgjigjet dhe objektivave dhe kërkesave, po dhe sfidave që do të ketë në të ardhmen një nxënës si student kur të filloj studimet universitare. E dyta është që të kemi një staf akademik që të përgjigjet kërkesave, gjithmonë në rritje dhe njëkohësisht të shërbej objektivave të fëmijës për të realizuar këtë program, edhe tjetra kemi përmirësuar edhe metodat e mësimdhënies. Një nga ato që kemi bërë dhe në Virtus është që të përdorim dhe metodat të reja të teknologjisë, siç janë smart boardet, në të cilat ne mund të realizojmë në mënyrë edhe hibride, orë mësimore me nxënës të cilët janë dhe fizikisht në Virtus, po dhe janë dhe virtualisht të lidhur nga mungesa ose nga pamundësia që ata kanë për të qenë fizikisht aty. A kemi dhe kurse online, domethënë, sa mirë. Ne po flasim për nxënës që janë dhe në të gjithë qytetet e tjera ose në vendet e tjera përveç Tiranës, ku ne operojmë fizikisht, po njëkohësisht këta nxënës të cilët na bashkohen, edhe kur shkojnë jashtë me studime universitare ose bëjnë një vit përshtatës përpara se të shkojnë në studime në shkollën e lartë, ata zgjedhin përsëri të edukohen online normalisht, sepse janë duke studiuar jashtë, sepse krijojmë një marrëdhënie besimi dhe një marrëdhënie të qëndrueshme e cila i reziston kohë. Si do ta përkufizonit ju një intelektual të spikatur në Shqipëri sot? Një intelektual është gjithmonë në kërkim të dijes dhe njëkohësisht nuk duhet të bëj paqe ose nuk duhet të jetë pre e status quo-s. Duhet të jetë gjithmonë në kërkim, duhet të jetë gjithmonë në përmirësim të vetes së vet dhe njëkohësisht duhet ta shoh çdo gjë si një objektiv të paarritshëm, duhet të ketë ëndra, duhet gjithmonë të tentojë dhe sfidave dhe duhet karakterizohet njëkohësisht edhe nga një ndjeshmëri ndaj njerëzve, ndaj njeriut, ja themi. Nëse do të ishit pjesë integrale, do flas me terma matematike, e ndryshimit të arsimit në Shqipëri ose të hartimit të një reforme të thellë në sistemin arsimor në Shqipëri. Ka reformë në drejtësi, po ka dhe reformë arsimore. Dhe kur kemi investuar në fakt në arsim dhe kemi bërë ndryshime të duhura, kemi investuar në cilësinë e të ardhmës së brezave, në cilësinë e një shoqërie të ditur. Juve çfarë do bënit për reformën arsimore në Shqipëri? Së pari do duhet të dallojmë objektivat. Reforma arsimore nuk kuptojnë që ne duhet përgatisim një gjenerat nga fillimi, që do të thotë na duhen të paktën 20 vite ose 23 ose 25 vite. Qysh një fëmijë ka kontaktin e parë dhe edukohet në shkollë dhe kur del në jetë. Mirë, po kjo nuk përputhet me objektivat elektorale që kanë si më thënë njëra palë dhe pala tjetër. Dhe kjo dikton nevojën që duhet që të ketë një strategji kombëtare dhe të pranuar nga të gjithë në mënyrë që të mos ta bërfshin arsimin ose ta veçojnë nga konjunkturat dhe intrigat ose nga makinacionet ose nga mos ta konsiderojnë arsimin si diçka që mund t'ju jap benefit për disa arritje të cilat janë të përkohshme, po që kanë një dëm shumë të madh për shoqërinë. E keni gjetur profesor misionin tuaj të jetës? Mund t'ju them që në gjysmën e dytë të jetës, misioni im është ulëmtimi, evidentimi, mbështetja dhe promovimi i talenteve. S'ka qëllim më të bukur se ky në jetë. Është fantastike që e dëgjoj këtë. Jam i lumtur që e kam dhe si mision dhe njëkohësisht më jepet mundësia që këtë gjë ta jetoj dhe njëkohësisht kontriboj për këtë në jetën time. Bukur. Cila është matematika e jetës suaj? Nuk do doja që ta shifja çdo gjë në këndvështrimin e matematikës, por mund të them që matematika e jetës time është
ose mund të them matematika është imagjinat dhe krijimtari. Dhe do doja që matematika mos të ishte diçka e ngurtë dhe e pakapshme ose e pa aksesueshme nga të gjithë, por të ishte diçka që t'i shërbente, që në fakt i shërben edhe njerëzimit, i shërben edhe shkencës dhe teknologjisë, por të ishte diçka që mund përqafohet nga të gjithë dhe mos të konsiderohet si një moll që nuk e kafshojnë do të gjithë. Sa është punë dhe sa është talent në fakt, një rezultat i mirë në lëndën e matematikës, në të gjitha nivelet e shkollimit? Nga 1 te 100, 1% është talenti dhe 99% është puna. Si në çdo fushë tjetër në fakt. Nuk më befaston kjo përgjigje. Jo, sidomos në fushën e matematikës, sepse çdo ditë që e ushtron atë dhe ndihmohesh nga matematika për të arritur rezultate, të duket sikur hapësira që të jepet përballë është akoma më e madhe se sa më parë. Kjo do të thotë që puna është e pafund edhe ajo çka duhet të bëjë një nxënës për të pasur rezultate dhe në fushën e matematikës. Po në fakt ai duhet sinusi dhe kosinusi të gjithëve, se të gjithë studiojnë matematikën. U duhet, por nuk e din se kur u duhet dhe kur u duhet nuk e din pse është sinusi ose kosinusi që e arrin atë çka ata duan edhe u shërben në jetë. Cili është keq kuptimi më i madh për matematicianët? Ndoshta matematika fakti që është e vështirë, kërkon një shkallë të lartë të imagjinatës dhe kreativitetit, ndoshta perceptohet si diçka që është për pak veta ose për ata të cilët nuk janë me këmbë në tokë, pra nuk janë pjesë e realitetit tonë. Është një iluzion, por duam s'duam edhe matematikanët, por edhe të tjerët duhet të jetojnë në të njëjtin ambient edhe të ndihen të dobishëm për njëri tjetrin. A keni hasur ndonjëherë në sfida personale ose profesionale që ju kanë bërë të reflektoni mbi historinë e John Nash në Një mendje e bukur, filmi i jashtëzakonshëm? Ndoshta nuk do të ishte diçka e njëjtë me të, por mund të ngrem një paralele me atë çka ai ka kaluar ose me historinë e tij të jetës. Secili nga ne ka pasur momente të tilla në jetë, të cilat i kanë lënë gjurmë, qoftë negative dhe pozitive, ose më tej në jetë e kanë bërë që ti motivojnë që të shkojnë pozitivisht në një drejtim që të jetë më racional dhe të shërbej, si me thënë, një objektivi, të shërbej një ose ta motivoj atë në mënyrë që të tregoj atij që jeta ecën dhe ju duhet të shkoni përpara, pra duhet ta shihni atë pozitivisht. Ashtu siç ne themi që edhe dështimet janë pjesë e suksesit. Do kishte ty një përcaktim për fjalën gjeni që përdoret ndonjëherë për njerëz që nuk e meritojnë? Cili është një gjeni për ju? Mendoj, mund t'ju them që një gjeni është out of the box, do të thotë që nuk i pëlqen gjithmonë të jetë brenda disa kontureve të përcaktuara me herët ose disa hapësirave konvencionale, dhe njëkohësisht ata shohin edhe në jetën e përditshme, po dhe në realitetin ose në jetën e zakonshme që ne bëjmë, shohin disa gjëra të cilat ne nuk na ngjallin kuriozitet. Ata kanë një kuriozitet të pangopur dhe mundohen që detajet vogla për të cilat për ne nuk kanë shumë rëndësi, ata ti kombinojnë të kenë aftësi sintetizuese dhe njëkohësisht përmes tyre ata dhe kreativitetit dhe imagjinatës që i karakterizon të bëjnë inovacione, të bëjnë shpikje dhe njëkohësisht të ndërtojnë disa modele të cilat në një farë mënyre kundërshtojnë ose dalin përtej një dimensioni të jetës tonë normale ose brenda asaj botës që ne kuptojmë. Si e shihni rolin e imagjinatës dhe kreativitetit në punën tuaj, sepse matematika rezulton një shkencë koncize, e ngurtë, shkencë e saktë, rigoroze, ose absolute. Ose ajo çka tjetër mund të quhet dhe perfekte. Asgjë nuk është relative në matematikë, gjithçka është absolute apo jo? Në fizikë dhe mund të jetë relative, po. Ka absolute që çdo gjë është relative. E bukur kjo. Mund t'ju them një histori të një matematikani shumë të famshëm që është Hilberti. Ishte duke dhënë leksione në grupin ose në një kurs të matematikës dhe mori lajmi që një nga nxënësit e tij e abandonoi ose e la kursin e matematikës dhe ajo çka ishte shumë e rëndësishme ose ajo çka nuk shkonte te historia ishte që këtij nxënësi nuk i mungonte as entuziazmi,
as puna, po njëkohësisht as optimizmi për të marrë me lëndën. Po ajo çka i mungon ishte imagjinata. Dhe në një farë mënyrë Hilberti e pranoi këtë dhe e mori si të mirëqen. Dhe ai natyrisht u bë poet. Me këtë s'dua të them që dhe poetët nuk kanë lidhje me matematikën, por kryekëput matematika mund të identifikohet me imagjinatën. Dhe imagjinata ka dy aspekte, është imagjinata pasive dhe imagjinata aktive. Imagjinata pasive është ajo çka ne shohim me një sy jo shumë hulumtues ose me kuriozitet. Kurse imagjinata aktive është ajo që na bën që të ketë dinamik, pra të shohim gjëra të cilat ne mund t'i koordinojmë ose t'i kombinojmë dhe të nxjerrim disa modele të cilat në pamje të parë ne nuk i shohim, por dikush që e ka këtë në sensin e kultivuar dhe të zhvilluar të imagjinatës mund të shoh aty dhe gjëra të cilat në shikimin e zakonshëm njerëzit e zakonshëm nuk i shohin. Dhe kjo ka të bëjë me atë çka ne themi që matematika është ose mua më pëlqen është imagjinat. A ka pak poezi dhe muzikë tek ju si matematicien? Natyrisht. Mua më pëlqen që të kombinoj dy element, që është mund ta themi edhe inteligjent ose më mirë koeficienti intelektual që themi me koeficientin emocional. Që do të thotë nuk mund të jemi vetëm të zgjuar, po duhet të kemi edhe ndjesi, duhet të kemi edhe ndjeshmëri, duhet të kemi edhe emocione, dhe të dyja bashkë në qoftë se i kombinojmë, atëherë mund të themi që gjejmë atë balancën, qëndrueshmërinë dhe na jepet mundësia edhe për inovacion, por të motivohemi për të krijuar gjëra të reja. Dhe kam përshtypjen që kjo është ajo çka edhe unë besoj dhe e kanë thënë edhe grekët e lashtë që çdo gjë duhet të ketë një masë. Nga përvoja e jetës tuaj, a do kishte, nëse do flisim me termat e matematikës, një formulë për të arritur balancën e të qenit lumtur? Se në fund po të pyesësh njerëzit sot për çfarë punojnë, për çfarë sakrifikojnë, për çfarë studiojnë, përgjigjja është vetëm një, që në fund të ditës, në fund të jetës të kenë përfunduar një ditë të lumtur dhe të kenë mbyllur një jetë të lumtur. Do të thosha që njeriu gjithmonë duhet vendos disa objektiva në jetë. Duhet të ketë objektiva afat shkurtër, afat gjatë, afat mesëm, duhet të ketë ëndra dhe gjithmonë ti tregoj vetes, ti jeti motivuar që këto ëndra mund të bëj realitet dhe gjithmonë mund të bëj ëndra të reja. Dhe kam përshtypjen që kur arrihet një gjë e tillë dhe normalisht kur ke edhe kontaktin me realitetin, pra je edhe pjesë, si më thënë, e komunitetit dhe e kësaj shoqërie, kam përshtypjen që kjo dhe çelësi i lumturisë. Edhe kur një nxënës përballet me një problem të vështirë, nuk duhet të harxoj kohë pra nuk duhet të shkoj më shumë, le të themi se 15-20 minuta maksimumi gjysmore për një problem. Nëse e shef që nuk e zgjidh, duhet ta lë atë të merret me diçka tjetër dhe ta shoh këtë ushtrim një ditë tjetër, që do të thotë duhet që në qoftë se merresh kryekëput me një ushtrim ose me diçka në pafund, kjo të bën një njeri ose një person një dimensional, që do të thotë që çdo ditë që agon, situatat ndryshojnë, gjendja jote emocionale, aftësia që ke, je më në shape, je më në formë dhe mund të shohësh një qasje tjetër në krahasim me qasjen që ke parë një ditë më parë, pra nuk je shumë egoist për të shkuar vetëm në atë mënyrë zgjidhje e cila të bën ty që mos ta zgjidhësh problemin, po të shohësh që ka edhe një rrugë tjetër. Ka pasur një moment në jetën tuaj të vështirë ku fiksi në matematik një variabël apo një formulë e caktuar ju ka bërë që të ndryshoni rrjedhën e ngjarjeve dhe ta zgjidhni, një situatë shumë sfiduese do doja që të tregoni tu një histori. Kam tentuar që të arrij një objektiv dhe kjo më ka bërë shpeshherë që të dal nga rrobat e mia, por duhet të mësojmë që duhet kemi dhe dështime dhe mos arritje objektivash. Pa ajo çka është e rëndësishme është që gjithkohës të jemi të ndërgjegjshëm dhe të dimë që jo çdo gjë mund të arrijmë në jetë, por të kemi dështime, të kemi rrëzime dhe të kemi ringritje. Unë kur jam sidomos kur jam në orët e mësimeve dhe trajnimeve me nxënësit, më pëlqen që ose ajo që ka rroku nga mësimet ose nga trajnimet që i bëjmë me nxënësit e olimpiadave është që shumë ushtrime kanë disa mënyra zgjidhjeje.
Shpeshherë më kërkojnë prindrit që të bëjmë trajnime individuale me fëmijën. Po ato nuk janë shumë efektive. Pse? Sepse një fëmijë duhet të mësoj të punoj edhe të jetë në një komunitet, duhet të shoh që nuk jeton vetëm ai në këtë botë, që do të thotë që ka edhe një mendim ndryshe, dhe aty ai e kupton që nuk është vetëm qasja e tij, ose nuk duhet i qasësh një problemi në mënyrë një-dimensionale, po ka edhe mënyra të tjera zgjidhje, dhe kjo e bën atë që të zgjedh gjithmonë atë këndvështrimin ose qasjen e dur për zgjidhjen e një problemi. Dhe kjo është ajo çka është mësimi i mirë kur ne trajnojmë sidomos ose kur diskutojmë me nxënës të cilët janë ekselente, mund të përdalin dhe të sfidojnë çdo problem. Nisur nga logjika numerike dhe logjika e shifrave të matematikës, a janë matematicienët të pasur? Dinë të bëjnë llogaritë mirë? Natyrisht janë të pasur, se kanë një botë shpirtërore të pasur. Flas dhe për zerot në llogaritë bankare unë. Nuk është e thënë që ti jesh matematikan, që ti jesh dhe pragmatist. Po sot në Shqipëri një matematicien është në fakt i pasur, është i mirë paguar? Nuk mund të them, sepse edhe matematicieni në Shqipëri mund të konsiderohet ose fati i tij, ose jeta që bën, ose kushtet, ose mundësitë që ka, është njësoj edhe me një person që është i arrirë në fusha të tjera, siç është edhe në letërsi, në art ose edhe në fusha të tjera. Kam përshtypjen që ende jemi të pafuqishëm, dhe kjo është dhe një nga arsyet që shpeshherë ne kemi të vështirë të ndjekim ëndrat tona. Nuk është kaq komode sot të jesh matematikan ose të jesh mësues. Por është dhe çështje integriteti, çështje karakteri, dhe duhet që edhe pse ke shumë sfida në jetë, duhet mësohesh të rezistosh. Dhe kjo e bën atë që të shkëputet nga qasja pragmatiste dhe të qëndrojë pa epur, por ajo çka është e rëndësishme është që është i pavarur në mendim. Cili është ekuacioni ose koncepti matematikor më i bukur sipas jush profesor? Dua një teorem ose një ekuacion elegant, do ta quaja, në matematik. Na pëlqen të paktën, mendoj që dhe gjeneratës time, po dhe gjeneratës më të re, gjithmonë të dallojmë atë që kemi quajtur ekuacioni Fermat, që është një ekuacion shumë i thjeshtë, po e them kështu në terma matematik, x në fuqinë n plus y në fuqinë n baraz me z në fuqinë n. Ka një histori të bukur që lidhet me këtë ekuacion. Para 3 shekujsh, një matematikan i njohur që ka ngelur dhe një histori dhe nga ky ekuacion quhet Fermat, lexonte libra, edhe libra për matematikën, dhe zakonisht kur kishte ide për zgjidhjen e problemave, gjithmonë shfrytëzonte hapësirat boshe në faqes, të cilat nuk ishin të shumta, dhe një moment kur i është prezantuar ky problem, ka thënë nuk kam hapësirë të mjaftueshme që të paraqes ose të shkruaj zgjidhjen e problemit. Ndërkohë që zgjidhjen nuk e pam 300 vjet, shumë matematikanë janë munduar që ta zgjidhin, dhe vetëm në vitin 1900, në mos gaboj 96 ose 2006, një matematikan pas 300 vjetësh, Willey, matematikan anglez, e zgjidhi problemin dhe është vlerësuar dhe me çmimin Fields, jo vetëm për këtë, por edhe për arritje të tjera. A mendoni se do të arrijmë ndonjëherë në fundin e matematikës dhe të zgjidhjeve, apo ka ende ekuacione dhe çështje të mbetura pezull që ju matematicienët nuk i keni zgjidhur dot ende? Fakti që sa herë që ose për ditë një matematikan, po edhe një person që ose një intelektual ose mund të them një shkencëtar që merret, që kontribon ose merret më intensivisht me objektin ose me disiplinën përkatëse, mundohet të zgjidh probleme të reja. Kjo e bën atë çka thash më parë, ose e mbështet që gjithmonë i dalin pyetje më të mëdha përpara. Dhe komuniteti i matematikës, Instituti Clay, që është një institut ndërkombëtar i matematikës, të paktën për këtë shekull ka zgjedhur 10 problema, të cilat kushdo që mund të zgjidhë këto probleme, i jep edhe një çmim dhe njëkohësisht edhe një stimul financiar? Një stimul financiar. Sa është ky stimul? Është $1 milion. Është shumë pak. Është shumë pak që nga për atë që vlen mendja. Dhe nga këto 10 problemet e shekullit, 3 janë zgjidhur. Një nga problemet është zgjidhur është
po Ankara Conjecture quhet, është zgjedhur nga Per Elman, që është një matematikan i cili ka marrë 2 herë medaljen e artë në Olimpiadën Botërore të Matematikës, meqense e përmendëm, dhe meqense të gjithë publikimet dhe të gjithë artikujt e tij ka preferuar që ti publikoj në sajte ose në platforma të cilat janë falas, meqense ka pas idenë dhe ka mbrojtur teorinë që shkenca dhe, si me thënë, shpikjet ose ato çka ne mund të i japim si të reja botës, duhet të jenë falas për të gjithë, e ka refuzuar çmimin prej $1 milion. Dhe me sa jam në dieni, ka zgjedhur të jetoj me pensionin e nënës së tij në stepat e Rusisë. Ekzistojnë ende njerëz në këtë botë që jetojnë për misionin. Nuk e di nëse misioni është i rëndësishëm vetëm apo kombinuar edhe me të tjera, por ja që kjo është një histori e vërtetë dhe ne duhet ta thoshim. E kërcënon inteligjenca artificiale profesionin e matematicianëve? Se sikur po zgjidh çdo gjë. AI. Ky është një debat i hapur. Natyrisht që për teknologjinë ose për disa procese pune është shumë i mirë, është shumë i nevojshëm, por nëse përdoret gjithmonë për qëllime të mira, mendoj që mund të kombinohet AI së bashku me atë çka akoma mund krijojë njeriu ose çka nuk mund të bëj ende AI. Por mendimi im është që AI ende nuk mund të zëvendësojë njeriu, sepse njeriu nuk ka një shkallë të lartë intelekti, po e kombinon atë edhe me ndjeshmërinë ose me emocionin, gjë që është herët themi që mund ta bëjë AI. Po kjo është një sfidë për të ardhmen. Do ma shpjegonit me një fjalë se çfarë është matematika për ju? Dot? Do ma përcaktoni dot? Matematika për mua është një, mund të them, një vegël ose një mjet për të kuptuar botën, ose më mirë për të kuptuar se sa e përsosur është diçka. Dhe kjo më çon tek ajo çka ne themi, çfarë është e bukur është e përsosur. Dhe për të kuptuar atë çka është perfekte, që më motivon ose na motivon sepse është dhe e bukur, është ajo çka ne edhe kërkojmë. Kështu që është një tendencë drejt saj, një udhtim drejt saj. Për shumë njerëz dashuria është matematik. Shumë njerëz janë të kalkuluar edhe bëjnë një kompromis shumë pragmatist, edhe qëndrojnë me dikë tjetër. Për ju çfarë është dashuria? Nuk jam dakord, por mund t'ju them që dhe matematika është pjesë e dashurisë. Dashuria është një koncept më i gjerë, dhe jam shumë i lumtur që edhe matematika e gjen veten në qirin e saj. Është shumë evidente që matematika është një dashuri shumë e madhe për një njerëz që i ka kushtuar jetën e tij matematikës. Fëmijët e kanë trashëguar, e kanë në gene të shkruar në ADN talentin për të qenë matematician të arshëm, shkëlqejnë në këtë drejtim apo kanë pasione të tjera? Në vitet e para të fëmijërisë të fëmijëve të mi, e kam dashur një gjë të tillë, ndoshta edhe bashkëshortja ime, por kam menduar që nuk jemi ne dhe nuk jetojmë vetëm ne në këtë botë, po jetojnë dhe ata dhe duhet të respektojmë dëshirat dhe atë çka ata duan ose kërkojnë për të arritur lumturinë nëpërmjet dashurisë, nëpërmjet motivimit dhe njëkohësisht duke qenë për të ardhmen njerëz të denj, me integritet dhe të pavarur. Kjo është ajo çka do doja unë. Në të tëra këto interviste që kam realizuar deri tani, kjo është ndër më të veçantat. Ka një muzikë tjetër, ka një thellësi tjetër, edhe ishte kënaqësi jashtëzakonshme të kisha një matematicien të spikatur, një profesor. Nuk ishte thjesht për mua, ishte si një provim, po u kënaqa shumë dhe jam vërtet shumë e lumtur që ishit këtu për të shpërndarë dije dhe frymëzim. Ishte shumë frymëzuese vërtet kjo intervistë. Të falenderoj shumë që më dha të rastin dhe për më tepër falënderimi nuk është vetëm nga ana ime, po është nga e gjithë komunitetit ton dhe sidomos e talenteve të rinj, të cilët e kanë shumë të nevojshme të dëgjohen dhe njëkohësisht të respektojnë dhe të mbështeten. Është një kërkesë edhe nga komuniteti jon shumë i vogël dhe izoluar që të dëgjohemi, të mbështetemi, sepse këta fëmijë e meritojnë. Ekscelenca është diçka që ne duhet të mbështesim dhe duhet ta kemi si ujë të pakët. Kështu që ju falenderoj në mënyrë të veçantë për këtë. Dua që ta mbyll sot me monologun e fundit të filmit A Beautiful Mind. Dhe i shkon shumë kësaj interviste që të mbetet në fund
ky mesazh që për mua është thelbësor dhe është një nga momentet më brillante kinematografike që mua më ka përlotur dhe më ka tronditur zemrën, se është thënë shumë bukur. John Nash në A Beautiful Mind gjatë fjalimit të tij për çmimin Nobel. Gjithmonë kam besuar në numra, në ekuacionet dhe logjikën që të çojnë drejt arsyes. Në ekuacionet dhe logjikën që të çojnë drejt arsyes. Përpas një jete të tërë në këtë kërkim pyes veten, çfarë është në të vërtetë logjika? Kush e përcakton arsyen? Kërkimi më ka çuar përmes fizikës, metafizikës, iluzioneve dhe më ka rikthyer sërish dhe kam bërë zbulimin më të rëndësishëm të karrierës sime. Zbulimin më të rëndësishëm të jetës sime. Vetëm në ekuacionet misterioze të dashurisë mund të gjendet ndonjë arsye logjike. Unë jam këtu sonte vetëm fal teje, i arsyeja që unë ekzistoj, ti je të gjitha arsyet e mia. Dedikuar Alice, grua së tij. Pyetja ime fundit është, në fakt të dashuri për juve, profesor, 1+1 sa bëjnë? Në qoftë se do të jem matematikan, mund të bëjnë 2, mund të bëjnë 1, sepse shpeshherë ne themi nëse merr një gjithësi dhe e mbledh me një gjithësi, në fakt një gjithësi jep, kështu që 1+1 mund të bëjnë edhe 1. Në qoftë se do ta shohim në këndvështrimin e teorisë së numrave, mund të bëjë 1+1 edhe 0, nëse jemi në modulin 2, po ju fut shumë në thellësi. Nëse jam ekonomist, mund t'ju them 1+1 mund të bëjnë edhe 3, sepse është edhe TVSH-ja. Ndërsa Alketa në nivel spiritual do të thoshte 1+1 baraz infinit në dashuri. Infiniti është diçka trascendente, por është ajo çka ne duhet ta kemi si destinacion. Prandaj dhe është shumë e rëndësishme udhëtimi që bëjmë drejt pafundësisë. Pra pafundësia është e rëndësishme se ne gjithkohës na tregon që e rëndësishme është udhëtimi jo e destinacioni. Prandaj dhe infiniti është i paritshëm. Matematika për mua nuk është një interval, nuk është absolute, është në këtë sens pa fillim, pa fund, no beginning, no ending. Shumë faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit dhe ju, dhe ishte një kënaqësi e veçantë.